أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po fillojmë me ligjëratën e 60 të shpjegimit të veprës Merakel Felah Sharh Nurul Idah të Imam Shrumbulalit rahimahullah. Në ligjëratën e fundit kemi përfunduar me namazin e bajramave dhe dispozitat që kanë të bëjnë me namazin e bajramave, kurse në radhë kemi sot bab el istisqa. Autori istisqa është kërkimi i ujit në aspektin gjuhësor, ose që në terminologjinë tonë njihet salatul istisqa, namazi i kërkimit të shiut. Po autori këtu jo rastësisht nuk e përmend shprehjen salatul istisqa, po thot el istisqa, sepse sipas gjumhurit ose terminologjisë medhhebit Hanefi, el istisqa, namazi, lutjet që bëhen për shi, nuk quhen namaz, nuk është namaz, por janë lutje. Salat përdoret në termin gjuhësor. Salat bimana dua, lutje për shi. Wa huwa talabu suqja. Talabu, fjala istisqa, kjo isti e dini është për kërkim. Po, istisqa e shpjegon huwa talabu suqja, suqja është uji, kërkimi për ujë. Mirë po, istisqa, kërkimi i ujit, mirë po me që në shumicën e rasteve përdoret për kërkesë të shiut, në terminologjinë e fikut dhe në terminologjinë e shariatit nuk kuptohet namazi për kërkimin e shiut. طلب العبادة السقي من الله تعالى بالاستغفار والحمد والثناء, kërkimi i shiut në momentet kur ka thatësi, mungesë të shiut, mungesë të ujit, thot kërkimi lutja që i bëhet Allahu xhallashanu për shi, për sigurim të ujit, dhe kjo me çka bëhet? Thot bil istighfari wal hamdi wa thana. Bëhet me kërkim falje, me falënderim dhe me mirënjohje ndaj Allahut xhallashanu, pra me format të dhikrit. Sepse autori me këtë, pra Imam Shrumbulali me këtë, na jep me kuptu se pengimi i shiut, mungesa e shiut, mund të jetë rezultat i mëkateve dhe i gabimeve tona njerëzore, prej këthet dhunub, prej gjunave tona që e kanë kapluar shoqëria njerëzore, neve si musliman, mund nëse largimi i shiut, pra mungesa e shiut është për këtë shkak, ne bëjmë istighfar. Istighfari është kërkimi i faljes dhe shlyrja e mëkateve tona. Kërkimi i faljes, falënderimi Allahut, mirënjohja që i bëhet Allahut xhallashanu, yadhhabu ghadabullah, e largon hidhrimin e Allahut, dhe kur largohet hidhrimi i Allahut për shkak të mëkateve tona, ne shpresojmë që të vjen mëshira e Allahut xhallashanu, ajo është shiu. Për këtë arsye thot, kërkimi i ujit të Allahu xhallashanu bil istighfar, duke kërku falje për gjunat tona, për veprat tona, për mëkatet tona, sepse ka argumente plot hadithe se kur ndodh për shembull amoraliteti, çfarë ndodh, vjedhja, çfarë ndodhin, këto janë këtë që veprime që hidhrojnë Allahun xhallashanu. Pezullimi i hidhrimit të Allahut
ilshon pozicion rahmetit Allahu xhaleshan. Shurja bil kitabi wa sunnati wal ijma, pra ky namaz i shiut është i ligjësuar me Kur'an edhe me sunnet edhe me ijmajn e ulemave. Lehu salatun jaizetun bila keraha wa lejset sunnah. Imam Ebu Hanifja, lehu salat, lehu është imami pra. Sipas mendimit të imamit Ebu Hanifes, namazi i shiut, salatul istisqa, është i lejuar jaize. Wa lejset i sunne, por nuk është sunnet. Jaize bila kerahe, pa ndonjë mekruh. Wa lejset sunne, dhe nuk është sunnet. Pse? Li ademi fi'li Umar leha hina istisqa, sepse një veprim të tillë të namazit nuk e ka vepruar Omeri radiallahu anhu kur e ka bën njëherë një lutje. Li'annahu ej Omer kana ashadda an-nasi ittiba'an li Rasulillah, sepse Omeri ishte radiallahu anhu ishte nga njerëzit që më së shumti e ndjekte dhe e pasonte pejgamberin alayhis salam në veprimtari. Dhe kemi thonë edhe herë tjera, por po e përkujtojmë. Se Omer ibn al-Khattabi bashkë me Abdullah ibn Mas'udin, të dy si sahabet të mëdhenj, janë dy sahabët më të mëdhenj që diku sipas disa konstatimeve mbi 80% kanë ndikuar në ndërtimin e qëndrimeve të Imam Ebu Hanifja. Pra qëndrimet e Ebu Hanifës në fik, mbi 80% mbështeten kryesisht në mendimet e Omer ibn al-Khattabit dhe Abdullah ibn Mas'udit. Edhe në këtë rast po e merr Omerin, thot sepse Omeri radiallahu anhu ishte njeriu që e shadda an-nas, që mos kështu rigoroz në përcjelljen e sunetit të pejgamberit. Wa istasqa Rasulullahi sallallahu bi jami'i sahaba. Thot pejgamberi alayhis salam ka bë istisqa, ka bë lutje në praninë e shumë sahabëve. Këtë që po du të zbërthaj nuk e di sa do të arri. Pse Imam Ebu Hanifja thot jaize bila kerahe wa lejset i sunne. E është e lejuar pa mekruh, por nuk është sunnet, nuk e mrin. Thot pejgamberi alayhis salam ka bë dua istisqan, e ka bën praninë e shumë sahabëve. Në praninë e shumë sahabëve. Lau thabata salatuhu, yani salatu an-nabi lil istisqa fiha lashtahara naqluhu ishtiharan. Pejgamberi kur e ka bën namazi i istisqas ose kërkimit të shiut është bën praninë e sahabëve. Sikur ta kishte bën praninë e shumë sahabëve. Ki sunnet, ky veprim i pejgamberit do të ishte vërtetuar prej shumë sahabëve. Se ka pas numër të madh. Mirë po me që nuk është në këtë formë transmetimi prej shumë sahabëve, walam yatrukha Omer, sepse ka vetëm një transmetim, nuk e transmetojnë shumë sahabe, e kanë panë tazap 100 sahabe. Këtë numër po e marrun, jo se ekziston diku. Ose 200 sahabe. Si cili do të tregonte se pejgamberi e boni këtë. Po me që ka vetëm një transmetim, dhe të tjerët sahabe nuk e transmetojnë, atëherë Omeri thot çka? Sikur të kish pas shumë, lem jetruka, Omeri nuk do ta lente namazin e istisqas, do ta falte. Por nuk fali namaz, bëri lutje, bëri dua. Wa bitarkihi wa balagana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja fada. Thot na është transmetuar neve imamit tash
Në është transmetu prej pejgamberit se ka dalë në xhami dhe ka bëhen çka? Ka bë dua, ka bë feda. O belegena an Omer, po ashtu kemi transmetim prej Omerit. Ennehu sa'ad el minber feda u esteska, se ka hypën në minber, Omer ibn al-Khattabi ka bë dua. Bërja dua për shi, nuk është namaz, është lutje. Walem jeblugna fi dhalike salatun, nuk në ka ardhur një transmetim thot prej këtij grupit sahabëve se ka fal namaz. Illa hadithan wahidan shadhan la yu'khadhu bihi, përveç një hadithi që është shadh. Hadithi shadh ose mendimi shadh mund të jetë nuk do të thotë se është hadithi i dobët, nuk do të thotë se hadithi është për ta refuzuar. Po është hadith që kundërshtohet me shumicën, që kundërshtohet me argumente të tjera, përsëri mungesa, për shembull, në fik, çdo mendim i fukahave që kundërshtohet me mendimin e 4 medhhebeve, quhet ra'yun shadh. Ai mund të jetë i vërtet, po nuk pranohet se kundërshtohet me mendimin. Nëse pajtohet me njërin prej 4 shkollave, nuk është shadh. Se pajtohet o me Shafit, o me Hanefit, thot ki hadithi është shadh, wala yu'khadhu bi, nuk argumentomi na me ketë. Për këtë arsye, thot, kema fil Mabsut ash-Shaybani, libra el Mabsut, kështu thuhet, në veprën el Mabsut të Shejbanit, të Muhammed ibn Hasan ash-Shaybani. Libra el Mabsut është një prej librave Dhahirur Rivaje, që janë ato 6 librat. Ani Shabi, pra Shabiu transmeton, thot, ka dalë Omeri, yastasqi bin nas, fama zada ala al-istighfari hatta raja fa qalu ya amir al-mu'minin ma ra'aynaka istasqayta fa qala laqad talabtu al-matar. Pra Shabiu thot se Omeri ka dalën, ka hypën në minber, ka bë lutje. Dikush i ka thonë, nuk kemi pa që ti falë namaz, ka thonë lipa shi, lipa uj prej Allahu Gjalleshanu. Lipa uj prej Allahu Gjalleshanu, qka, ku bazova që lipa uj? Thot, lipa uj prej Allahu Gjalleshanu, fillimisht duke bë istighfar dhe duke bë lutje, duke u bazu në ajetin kuranor ku Allahu Gjalleshanu thot, fa kultu istaghfiru rabbekum innehu kana ghaffara. Pra, istaghfiru rabbekum innehu kana ghaffara. Yursilis samae alejkum midrara. Pra, këtu çka përmendet? Istaghfiru rabbekum. Nuk përmendet namazi. Thot këtu, edhe vazhdon ajeti, pastaj të poshtë, ku e mbështet qëndrimin Omeri. E i thot, istaghfiru rabbekum, thumme tubu ilejhi, yursilu semae alejkum midrara, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Transmetimi përfundon Musanefin e Ibn Abi Shejbes dhe transmetimin e Abdurrezzakut dhe në Sunanul Kebir të Imam Bejhekijut. Mirë po, me që ka një transmetim, sado që është shadh, dhe nuk ka transmetimet fuqishme, thot Imam Ebu Hanifja, walidha kulna bijevazja. Nuk thamë se s'lejohet namaz për shi, lejohet, por nuk e llogaritëm prej sunneteve, ose prej nafileve, dhe ne e dim se çka është dallimi mes sunnetit dhe nafile. Namazi për shi bëhet, nëse bëhet, sepse tani e lejum dhe e falet. Min gajri gjemaatin indel imam. Namazi për shi, lutja për shi bëhet edhe pa xhamat. Min gajri gjemaatin, sipas mendimit të Imam Ebu Hanifës. Kema kale, in sallu wahdana fala ba'sa bihi.
nëse namazin për lutje për shi e ban se cilin veti, falabe, s'ka gjotë keqe. Kale Ebu Jusuf dhe Muhammed, dy nxënësit të tij thojnë, yusalli l-imamu rek'atejni, yajharu fihima bil qiraati kel Eid. Imami duhet me ja fal, imami i prim pra falet me xhamat, yusalli rek'atejni i fal dy recate, yajharu fihima. Në të dy recatet, lezimin e Kuranit e ban me zan sikur në namazin e Bajramit. Lima revahu Ibn Abbas, sepse Ibn Abbas i transmeton, ennehu sallallahu aleyhi wasallam, salla fihima rek'atejni ke salatil Eid fil gjehri, bil kiraati. Es salatu bila edhanin wa iqametin. Ibn Abbas i thot se pejgamberi u ka falë në atyre, dy recate, sikur namazi i Bajramit, duke lexuar Kur'an qel, me za, vë salat. Dhe ky lloj i namazit, sepse pse radhitet të sunetet, sepse të sunetet nuk ka as ezan, nuk ka as ikamet. Pra falet pa ezan edhe pa ikamet. Faqala Sheikhul Islami, fihi delilun ala al-jawaz. Në këtë argument, thot Sheikhul Islami, delilun ala al-jawaz. Kjo është argument se lejohet, indena, të ne, të medhhebi Hanefi. Yejuz law sallu bi jamaatin, lakin laysa bi sunnah. Përsëri, Sheikhul Islami në fikun Hanefi thot, lejohet falja e namazit të shiut me xhamat, lejohet, por nuk është sunnet. Walehu istighfar. Li kaulihi, thot, namazi përshi është ajo që përfshin istighfarin. Li kauli sallallahu aleyhi wasallam, fe kultu istaghfiru rabbekum innehu kane ghaffara, yursilis semae alejkum midrara. Duke u bazu në këtë ajet. Wa yustahabbu al-khuruj lahu ay lil-istisqa'i thalathati ayamin mutatabi'at wa lam yamkul aktharu minha. Zakonisht ky lloj namazit falet jashtë vendbanimeve. Në kodër, në mal, në ledina, në fush. Thot është e preferuar mustahab dalja për namazin ose për lutjen e shiut të bëhet 3 ditë mutatabi'at, pa ndërprer, radhazi. Dhe nuk ka transmetim walam yunqal aktharu minha. Dhe nuk ka ndonjë transmetim se duhet me dar 4, 5 apo derisa të realizohet dëshira. Wa yakhrujuna mashatan min thiyabi khalikatin ghasilatin ghayru murakka. Thot njerëzit kur dalin te ai vendi ku do ta falin namazin, thot dalin kam. Dalin kam se në këtë formë, duke veshur rroba të pastra, por jo rroba të mira, për dallim prej namazit Bajramit dhe namazit xhamas që tham. Namazin e Bajramit, prej suneteve është me vesh rrobat më të mira. Këtu po shkon duke ju nështru, po shkon me ju lut dikujt diçka. Dhe kur shkojsh me ju lut dikujt diçka, duhesh me qenë i përulën, duhesh me ul kokën poshtë, mutadhallilin, mutawadi'in, khashiin lillahi ta'ala, nakisin ru'usahum, me respekt, me përuljet kokës, duke i pranu fajet, duke i pranu mëkatet, edhe duke mbajtën kokën poshtë. Muqaddimin as-sadaqa kulle yawmin qabla khurujihim. Është mirë që para se të dalin njerëzit çdo ditë japin sadaka, sepse sadakat e shuhen e sadaka tutfiu ghadabullah. Sadakat e pezullojnë ose e shimin hidhrimin e Allahut, sepse ndoshta shiu s'ka ardhur për shkak ka hadith për këtë tjetër. Mungesa e shiut është mungesë të nxjerrjes zakatit dhe sadakas, dhe për si pasojë e saj nuk bën shi, kur ne i japim ndoshta Allahu xhalleshanu zbret rahmetin. Edhe një sen tjetër është shumë, ju jaddiduna at-tauba, është shumë e rëndësi, pra të përsërisin pendimin, o yastaghfiruna lil muslimin,
kërkojnë falje jo vetëm për veti, po lil muslimin wa yaruddun al-madhalim. Kjo është shumë e rëndësishme. Ti ndërpresin ose ti ndalojnë zullumqarët. Nëse ki ka bo një zullum dikuj, duhet shku kërku falje. Nëse ti të ka bo dikush një zullum dhe të kërkon falje, ta falish. Sepse kur unë ka marrë me të kërku falje tije, ose ka marrë me të kërku falje, e kam bë këtë gabim ndaj teje dhe kërkoj falje, dhe ti nuk më falë, thu nuk ta fali, është drejta jotje. Po kur thu ti mu se une nuk ta fali, ti mas një ore dele dhe i thu Allahu Gjeleshanu falë mua, a ti së më falë mua, kur ti nuk falë, pse kërkon falje? Pra, këto rregullimi i raporteve ndërshoqërore është shumë i rëndësishëm para se me dalë me bë këtë lloj të namazit. Po yustahabu ikhraju ad-dawab bi auladiha yushattituna bainaha. Është mirë, e preferuar që me nxjerr edhe kafshët bashkë me të vegjëlit e tyre, kafshët çka i kanë, e shuyukhu wal kibaru wal atfal, me veti me i marrën plesht, të moshuarit, fëmijët, që krejt këto janë edhe t'i ndajnë kafshët, ato të vegjëlit, prej nanave të tyre që mëshira Allahu Gjallëshanu t'jetë më prezente. Vë khuruj shuyuhu l-kibar wal atfal. Pse thot duhet dalin plesht edhe fëmijët, me thekst veçantë, imam Shrumbulali. لأن النزول الرحمة بهم. Sepse rahmeti Allahu Gjallëshanu në tokë vjen për hir të atyne. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, hel turzakun wa tunsarun illa bi duafaikum. Ju, çka ju vjen riski, edhe ndihma që ju vjen, jo për meritën tuaj, po për hir të dobtëve tuaj. Prandaj dietarët thonë, njerëzit që janë të dopt, njerëzit e dopt, kemi fjalën të ata që kanë nevojë dikush tjetër të përkujdeset për ato, qoftë për shëndetin, qoftë në aspektin, po e them edhe më thjesht, të varfërit që kanë nevojë shoqëria të ndihmon, plesht që kanë nevojë shoqëria të ndihmon, fëmijët që kanë nevojë shumë. Këto nuk janë dobësi e shoqërisë, nuk janë mosibe e shoqërisë, nuk është problemi i shoqërisë. Ky është bereqeti i shoqërisë. Sepse për hir të atyre Allahu Gjallëshanu e zbret rahmetin. Mos t'jen këto, thot pejgamberi, hadithi është në Buhari, hadith sahih. Thot ju, krejt furnizimin, edhe bereqetin edhe ndihmën e merrni për hir të këtyre. Wa fi khabarin, hadithin tjetër që transmeton të shoh an Ebi Hurejre, në sunenin e fi Mu'jam al-Awsat, sunenin e Bejhekijës, edhe musnedi i Ebu Ja'las. Laula shababun khusha, wa bahaimun ratta, wa shuyukhun raka, atfalun radda, lesaba alejkum adhabu sabba. Mos ishin rinia, po të mos ishin rinia të respektuar, khusha, që i nështronë Allahu Gjallëshanu, të devotshëm, të sinqert. Për këtë arsye, këtu koncentrohet gjithmonë armiku me zhdu këtë bazë. Po të mos ifshin kafshët të cilët dalin në kullosa dhe kërkojnë riskun e tyre, po të mos ishin pleqët e krusët që kanë nevojë, o atë falën dhe fëmijët rëda, ato që pinxhi, pra fëmijët vegjël, thot le sabba alejkumul adhabu sabba. Unë po e them tash, ju po e kuptoni, unë po e them shqip për dëgjuesin. Do t'i kisha tregu juve diçka tjetër, po për hir të atyre, unë po ju mëshiroj. Pra këto kategori e njerëzve, edhe njerë, fëmijët, të sëmorit, njerëzit që kanë nevojë për ndihmën e njerëzve, dhe të moshuarit, nuk janë belaja, nuk është fatkeqësia e popullit, as e familjes.
Përkundrazi është bereqeti i popullit. Një popull që i ka këto kategorit njerëzve, është i bekum prej anës Allahut. Një familje, një shtëpi që e ka një plak, ka një dritare të qelë të rahmetit Allahut xhaleshanu. Në momentin kur mbyllët ajo, përveli krahët vetë se më kjo derë tu ka mbyllë. Kjo është kuptimi i ajetit. Wa yakhrujuna lis-sahra'i, zakonisht këto bon në Sahara dihet, për në Arabi në Sahara një shkretin, vendet tona jashtë vendbanime me përjashtim të Mekës, Bejtul Maqdis edhe xhamisë pejgamberit. Salatul istisqa. Po delti me një vend më të vlefshëm, më të bereqeshëm se Qabja nuk ke. Xhamia e pejgamberit dhe Mesxhidi Aqsa ose Bejtul Maqdis, sepse në këto tri xhamia namazi është më i vlefshëm se në çdo pllëm sipërfaqes tokës diku tjetër. وينبغي ذلك أي الاجتماع للاستسقاء بالمسجد النبوي. Pra nuk dilet jashtë pa ngel në xhaminë e pejgamberit. Li ahli al-Madinati, pra për banorët e Medinës, se nuk do thotë se na duhet shkojmë atje, po është fjala për banorët e Medinës. ولا يستغاث وتستنزل الرحمة في مدينة بغير حضرته. Kjo shpjegon motivin, thash, pse nuk duhet me dalë prej këtyre vendeve, se thot, është e palogjikshme po e them pikë shkurta, është e palogjikshme dalësh thjesht në Medinë, të largohesh prej atij vendi ku është më i vlefshëm për lutje, shkojsh me një vend të lutesh, a vendin e ke aty. Wa yaqumu al-imamu mustaqbilu al-qiblati hala du'aihi rafian yadayhi. Imami rrin në kamp, halë duaj, duke e bo duan. Mustakbilul kibleti, i drejtuar drejt kiblës. Rafian yadayhi, duke i ngritur duart, por jo mbi kokën e tij. Jo mbi kokën e tij. Lima ruwiya an Umar annahu ra'a an-nabiyya yastasqi inda ahjari zayt qariban min az-zawra'i qa'iman yad'u rafian yadayhi قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. Thot Omeri radiallahu anhu e ka pa pejgamberin alayhis salam te këto gurët, ku e di çfarë vendi është atë, që nuk e di ku është ky vend. Qaiman yad'u, në kam, duke u lut Allahu xhaleshana, rafian yadayhi qibala wajhi, duart i ka ngrit, por shuplakët i ka pas të kthyer qibala wajhi, drejt thyrës, jo drejt qiellit, drejt thyrës së tij. La yujawizu bihima ra'sahu, por nuk e te kalonte kokën, nuk e çonte më lart se koka. Disa transmetime tjetër thohet se pejgamberi i ka ngritur duart hatta yura bayadu ibtihi. Bayadu ibtihi është kjo e bardha në sjetullës, këtu ku nuk e kap dielli, është ajo gjithmonë, dhe kur i ngrit duart ajo duket. Vënasu kuudun mustaqbilin el kiblete yu'minun ala duaj. Kurse njerëzit ulur, pra imami, është kthi ka kibla dhe e ka të kthyer shpinën nga kush? Nga xhamati. Njerëzit janë të kthyer ka kibla, xhamati, yu'minun ala duaj. Sa herë që banoj dua, këto thojnë amin, yu'minun, pra e thojnë fjalën amin. Bima warada anin nabi. Kështu është transmetuar prej pejgamberit, është hadithi Allahumma askina ghaythan mughithan hani'an mari'a muri'an ghadqan mujallilan sahhan tabaqan da'iman, e kështu me radhë ka dhe duat të tjera, por Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmataka وأحيي بلدك الميت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. Edhe duat të tjera. Ki përmend disa duat të mundshme,
por preferohen duat të cilët janë nga suneti i pejgamberit alayhis salam. Ti ka pru këto dua, e thot, nëse të provat shivi pastaj, thot, ka një dua tjetër, për të ndalë, për të pezullu rënjën e shiu, thot, Allahumme hawalejna la, wa la alejna, rreth neve, e jo, mbi neve. ليس فيه أي في الاستسقاء قلب رداء عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي رواية عنه وما رواه محمد محمول على التفاؤل. Kjo veshje e rrobave prap gjatë lutjes ose duas, thot, nuk është e ndaluar, po nuk është se preferohet, sipas mendimit të Imam Ebu Hanifes, kurse Imam Muhamedi dhe Ebu Jusufi e lejojnë, por Ebu Hanife thot ja, veshjes rrobave mbrapsht, ose pjesës poshtë me nalt, ose me i kthi mbrapsht rrobat gjatë lutjes, thot kjo nuk është diçka mëshrua që duhet bëhet. Wala yakhutuba inda Abi Hanife, edhe khutbe ki namaz nuk ka khutbe, li'annaha tabu lis-salat bil jama'a. Fala jama'ata indahu, sepse khutbja i përngjet kujt namazit me xhamat, këtu thot nuk ka xhamat sipas Ebu Hanifes. Wa indahuma Ebu Jusufit dhe Muhamedit thonë yahtub, ka një khutbe. Ebu Jusufi thot, Imam Muhamedi thot, indahuma yahtub, walakin inda Ebu Jusuf, Imam Muhamedi thot, ka khutbe e cila duhet mbahet dy pjesë, khutbetejn, sikur khutbja e xhumas. Ebu Jusufi thot jo një khutbe, nuk ulet pranë mes khutbes. Vel fetfaja në medhep jepet sipas qëndrimit të imamit. Wala yahduruhu ay al-istisqa dhimmiyun. Dhimmi është termi fikut, jo muslimani i cili jeton me vendbanim të përhershëm në shoqërinë islame, në shtetin islam është dhimmi. Këto dhimmi, kafir është, jo muslimanaj, nuk prezentojnë në këtë mezhlisin, në këtë dua, në këtë namazin e lutjes për shi. Linehji Omer, sepse këtë ka ndalu Omeri radiallahu. La yumakkinuna min fi'lihi wahdahum aidan. Madje jo që nuk vinë ato me muslimanët, po shteti islam as që u amundson atyre për me bo ato vetë atë lutje. Nuk ja vjep këtë drejt atyre vetë. Thot, pse nuk ja vleson? Sepse ndoshta, jo që atyre u bët kabul lutje atyre, ndoshta rastësisht qëllon rënje e shiut. Dhe kjo ndikon fekat yuftinu bihi duafa ul awam. Dhe kjo është palos fitnete të njerëzit e dop me iman. Pra, Imam Shërumbulali e paraqet këtë mendim. La yumakkinuna. Te Ibni Abidini thot la yumnauna. Ibni Abidini thot jo, nuk pengohen ato. Mujnë me dal vetë me bo, sepse ato janë në esencë janë kufër, dhe kufri i tyre. Muslimani nuk ka dilemë në këtë punë. Prandaj nuk ndikon te kjo. Tani se cila prej këtyre dy fetfave është më e mirë, unë nuk e di, Allahu alem, po mendoj se këto raste duhet veprohet sipas asaj që quhet siyasa ash-shar'iyye, politika aktuale e shtetit islam që për fat keq neve sot na mungon. Dhe këtu përfundon namazi i shiu, salatul istisqa, dhe në ligjëratën tjetër kismet do të fillojmë këtu me një namaz tjetër, respektivisht nuk bëhet fjalë për namazin, po bëhet fjalë, është një
temë që duhet të kalojmë me disa problematika, rëndësi që ne i kemi në teren praktikisht, edhe ki nuk e quen salatul gjenais, po e kun ahkemul gjenais. Dispozitat që kanë të bëjnë me gjenazën, duke fillu prej të vdekja, e deri të varrimi dhe pritja e njerëzve që ka i themi ne, i shpjegon në detaje këtë temë, duhet të kalojmë pak më ngadale se sa këtë që kalum sot. Unë para se të mbylli këtë ligjeratë, sonde vërtet unë ndihem krenar i lumtur që hoxha jon, një njeri që hafizi jon, një njeri që unë prej se kam mësu me fol, edhe prej se kam fillu me njoft, e kam njoft si hoxh, dhe ki edhe sot dhe kësaj dite, tani është në pensioner, po një jetë të tërë i ka shërbi islamit të treva, mendoj se xhamatët tona e njofim, sonde në e ka beku këtë me zhlistonin, dhe për hirt kësaj, unë kërkoj që një dy fjalë shkurta, një porosit në japish neve, inshallah Zotit jep shëndet të mira dhe bereqet. Para kësaj shka thatë ju, në mënyrë kështu, në mënyrë shkencore, në mënyrë të dijes, të ilmit, edhe thamë, kur erdhe këtu në qatë shka thash në fillim, para që kemi folë shumë herë, nështë e i ka radha me thonë se deturien duhet me kërku pej gjepit deri në varë. Edhe këtu nuk kanë arsye edhe kolektet tonë, edhe xhamatet e tonë, edhe po më merr me një kejtë të gjallët që i takojnë këtij dinit, mirë po për fat unë nuk e kam bo që nipin, hoxhën, nazirin, sa i përket xhamatit aktual këtu. Na pak e kemi përjetu këtë aferë, mi thonë kështu, viteve 90-a, moj them lirisht për viteve 90 deri në 2004, 2005, me hoxhën Rahmetlien, qështu dyshka të ngjashme, por jo me mediume, mi thonë, dyshka jo, por që tonë, në përdoma, me mundësit e tona, bese... E ka fjallën me hoxhën, me Molla Jakupin, rahimahullah. Po, ne ja kemi po hajrin, besa që të shejmi konë, mujtë them lirisht që është si jus, që këtë për moment, inshallah, numrin e shtohet edhe duhet të shtohet edhe por ja që për fat e kemi në anim një qilësi shka se nuk e meriton me pas njerje e ajo është me një madhësia. Prej atëherit gjatë me hoxhën, Rahmetlien të u konë që ti e kemi lonë, qëtër nuk ka. Ka pas arsye të tjerë kanë pas, në kam kejtë nuk janë konë që ju kam edhe gjithka ka pas me njetë, po që ti e kanë qitë, edhe nuk po du këtë me bon shtjetë, unë e këtë në tanën me një mësijës, po këtë bëllas shpedi sa po jam i qartë, por po du të them se duhet të aktivizohen hoxhallarët e ri, që unë mi pas më shenjë do shtati, ishin bo disa pika që bëjdi moti edhe besa edhe nuk i kam kalu këto. Sigurisht. Po, Aleikum selam. Merakul Felat që këtë libër e kemi pas vitin e ditë, Bukarrër, Tana Lubabin, po, e kështu
Deshta tham shumë kam muhabete, po kam edhe pak edhe emocione se vetët përbojnë vetën. Unë veç lutjes po di qëtër, edhe pse ka shumë shkatohet në rreth qëti mezhlisi qëtu, shumë edhe shumë bile me të madhe, jo veç pak, po pelon me kaq, inshallah Zoti i shton hoxhallarët e ri, zbaku hoxhallar, se me fol e mos me zbatu nuk kanë rregull. Unë në kohën e qësaj kohë është të më shumës, kam dalë qëti ku jemi, kemi lumë në rekën, kalon aty, edhe kam dalë mas sabajt, mas të më shofin. Mirë po, një herë, s'ka mundësi më kaluan. E tana kanë marrë vesh që unë po da kush për pastan dhe rekën. Po qëtë bari, edhe me hetë lumë mu doke. Shkort atë një 10-15 metrë, 20 më shumë. E dikur morën vesh, po do të thëmë këtë lafë se që me reagim, ti po jetë aty, po banë dishka, se dishka thash, jo për thash unë, që kam lidhë për dishka, kam lidhë veç vetë që kam folë se të harë ato shëtë rriman, pas ati është gjësa imanit e që si ma vete, mas të hatë më shumë, inshallah Allahu edhe njëherë e shton numërin edhe besa e meriton. Besa edhe unë me ardhë më mërmenja, s'pas ka ma mirë qish, nuk e di si bëhat ma mirë, më konë i knaqër, më konë mi përsërit, mi përtri ato të kalumët e hoxhallarëve, kemi pas fat që Sheh Jusufi i ka pa, se di sa i ka radha ati në fërkan ato hoxhallarë, e kemi pas një, për që këtë landën, një hoxhë, që shtu këna shkatojmë në gjumë, me shku me vetë për në një pyqje shëriatit, a i akon i gachëm, dhe më thënë, ka pas kapacitet. Edhe Zoti, qatë e kish pas caktu për neve, edhe qertë hoxhallarë, kejtë me renë, shumë kemi pas, edhe ju jeni krenar që keni këtë hoxhë, edhe me kapacitet, Zoti t'i jape shëndet, edhe vjetë besa, edhe vetët po hecin, po praptohen, po ama me mujtë me shfridzu maksimum, edhe nu dhe dikun, ma mërmenja nuk nguron edhe përgjigjet edhe, po edhe fitim keni, fitim, faleminderit shumë, Zoti ju ruaj. Na ke ndërua Allojt në të roftë, dhe njëtë në ajret, faleminderit shumë, barakallahu.